E dini që 50% e popullsisë së Indisë ende nuk është online. India ka pabarazin më të madhe të qasjes në internet në krejt botën. Një vend me disa prej tregjeve më të mëdha online, por edhe me përqindjen më të lartë të popullsisë që nuk kanë internet. Duke lënë kështu rreth 665 milion banor pa lidhje në internet. Problemi kryesor është se është goxha e vështirë me qu internet në fshatra të largëta jashtë qyteteve të mëdha indiane për shkak edhe të mungesës së infrastrukturës. Por në vitin 2024, qeveria indiane prezantoi skemën Digital Bharat Nodisha, e cila pak a shumë synon të sjellë shërbimin 4G nëpër zonat rurale në fshatra të Indisë. Megjithatë, ndërsa qeveria po përpiqet me sjell internetin në këto zona, 2 nga 10 banorë të komuniteteve rurale thonë se nuk janë të interesuar me përdor internetin, duke i justifikuar veten se është e vështirë me kuptu edhe me përdor. Edhe nuk e din hala sakt se qysh kishin me pas përfitime konkrete. A njeni ju dikon që nuk ka qasje në internet, e që jeton në Kosovë për shembull? Komentoni më poshtë.